Jeta jonë e përditshme është një luftë psikologjike dhe betejë ku zhvillohet kjo luftë është subkonscienca njerëzore. Pjesa më e vështirë e kësaj betejë nuk janë të tjerët, është vetja jonë, është kjo këtu që krijon mendimet tona. Dhe forma më e mirë për të mbrojtur nga të tjerët dhe veçanërisht nga mendjet tona është zhvillimi i një aftësie që neuroshkencëtarët e quajnë metakognicion. Meta do të thotë mbi, përtej. Kognicion është të menduarit, të mësuarit. Pra, të menduarit mbi të menduarit. Metakognicioni, ose akoma më bukur e thënë në shqip, vrojtoj mendjen, është aftësia e individit për të menduar mbi mendimin e vet. Pra, për të qenë i vetëdijshëm për mënyrën se si mëson, si kupton, si kujton dhe si zgjidh problemet. Me fjalë të thjeshta, është të mendosh për mënyrën se si mendon. Metakognicioni përfshin dy procese. Ndërgjegjësimin, që është i pari, pra të dish se çfarë di dhe çfarë nuk di, dhe e dyta është rregullimi, të kontrollosh ose të përmirësosh mënyrën se si mendon apo mëson gjërat. Shembull, kur dikush kupton që nuk po e kupton një tekst që po e lexon dhe vendos ta rilexojë me kujdes, ai po përdor metakognicionin. Një intelektual, thot Albert Camus, është dikush mendja e të cilit vëzhgon vetveten. Arsyeja pse ekziston pra fjala metakognicion ose vroj mendja, dhe arsyeja pse Albert Camus e ka thënë atë frazën e famshme, është e njëjtë. Mendja jon prodhon mendime defektoze. Dhe mënyra e vetme për të shpëtuar prej këtyre mendimeve defektoze që prodhon mendja jon është vëzhgimi i saj. Kjo është premisa e këtij libri. Një nga sfidat tona më të mëdha është me kuptuar se ç'a ndodh këtu brenda, sepse ne kështu në pamje dukemi sikur jemi zotruesit e kafkave tona, por praktikisht jemi shumë të huaj ndaj shumë çkaje që ndodh aty brenda saj. Biles shpesh herë e marrim vesh të fundit se çfarë po ndodh këtu brenda nesh. Simptomat e mosnjohjes së vetes tonë, të mendjes tonë, pra janë të shumta. Ne irritohemi, trishtohemi, ndjehemi të fajsuar ose turbohemi pa e ditur fiks se nga na shkrepja e gjëja. Ne shkatrojmë një marrëdhënie që mund të kishte qenë shkëlqyer, e pranueshme, nga një impuls të cilit nuk dim t'i japim shpjegim nga na erdhi. Ne dështojmë të njohim talentet tona profesionale në kohë dhe i zbulojmë shumë vonë. Ne paguajmë një çmim shumë të lartë pra për mosnjohjen e mendjes tonë. Sensi jon pra për rrjedhën e kohës shumë herë është i shtrembër, e kuptojmë kohën gabim. Dëshirat tona seksuale në shumë raste bëhen lëmsh me prioritetet dhe ambicet tona në jetë. Vlerësimi ynë i përgjithshëm për botën mund të transformohet sipas sasisë të ujit që kemi pirë atë ditë ose cilësisë së gjumit që kemi patur në mbrëmjen më parë. Ky instrumenti pra nëpërmjet të cilit ne interpretojmë botën, 1260 cm2, ka një prirje të rrezikshme për të dhënë lexime të gabuara të realitetit. A janë të shumta këto lexime të gabuara që prodhon mendja jonë të realitetit? Të menduarit shpejt dhe ngadalë Daniel Kahneman thotë, dhe ka marrë Nobel për këtë, thotë se leximet e gabuara janë të shumta të trurit tonë. Që do të thotë se të kuptuarit që mendja jonë në shumë situata është një fabrikë gënjeshtrash, është kritik për njeriu. Përpara se të dyshoni pra ose të bëheni xheloz për partnerin ose partneren, duhet të ekzaminojmë fillimisht procesin e të menduarit që e lindi dyshimin. Mendja që vrojton veten në radhë parë, pastaj të tjerat, sepse mund të ndodhë që ajo që po të tradhton në të vërtetë nuk është as partneri as partnerja, por mendja jote. Pranimi i faktit pra se mund të mashtrohemi sistematikisht nga mendjet tona është fillimi i inteligjencës. Në fund të librit do qeshni në veten tuaj të mëparshme, sepse nuk do jeni më i njëjti njeri, do jeni më i mençur, por sigurisht edhe do të bëheni edhe më i mirë, më i butë me veten dhe të tjerët. Koncepti kryesor që prezanton ky libër është ai i dy sistemeve, sistemi 1 dhe sistemi 2. Sistemi 1 është intuita, pra intuitiv, ndërsa sistemi 2 është mendimi racional, logjik, që është i ngadaltë, i përtyp gjërat më imet. Sistemi 1 preferon shpejtësinë e autostradës, ndërsa sistemi 2 është ajo rruga e vështirë alpine, që është më mundimshme, kërkon më shumë përpjekje, që merr më shumë energji. Dhe truri nuk e do atë rrugën alpine. Ai preferon sistemin 1, autostradën e shpejtë të mendimit intuitiv, ti bjerë për shkurt, të menduarit shpejt dhe ngadalë, sidomos tek pjesa e sistemit 1 dhe heuristikat na ndihmon të kuptojmë inercinë pra këtë prirjen tonë për të rënë gjërave për shkurt. Dhe po, prirja jote për të rënë gjërave për shkurt mund të përdoret kundër teje, habibi. Një herë që i kupton këtë prirje,
atëherë dhe disa praktika, atëherë je i gatshëm për ta ruajtur veten për të bërë imun nga ato tentativa që ka mendja jonë për të na mashtruar, duke futur në lojë sistemin 2. Tani, le të marrim me radhë strukturën origjinale të librit, i cili është ndarë në 5 pjesë dhe t'i shohim secilën një nga një. Pjesa e parë, 2 sistemet. I kemi përmendur tashmë se pjesa e parë e librit janë sistemi 1 dhe sistemi 2. Por çfarë përfaqësojnë konkretisht sistemi 1 dhe sistemi 2? Le të fillojmë me një shembull të thjeshtë. Shiko figurën e kësaj gruaje. Jam i sigurt që më njëherë ti dallonte ajo sa ajo është zemëruar. Ky identifikim ty të vjen në mënyrë të vetvetishme, të menjëhershme, automatike, sepse të vjen nëpërmjet sistemit 1. Sistemi 1 pra është i drejtë për drejtë, automatik, i shpejtë, i pavetdijshëm. Është sistemi që i njeh gjërat më njëherë pa pasur nevojë për stërhollime të mëtejshme. Duke menduar se si funksionon sistemi 1, direkt ty mund të vinë në mendje se si shumë krijues në rrjetet sociale e përdorin këtë teknikë. I ke vënë re se si ata bërtasin, ulërasin, zemërohen përpara kamerës dhe bëjnë gjëra që ty të provokojnë një reagim të fortë. Ata po përdorin në mënyrë intensive sistemin 1. Njësoj është kur ti për shembull sheh një person të qetë, automatikisht aktivizohet qetësia tek ti. Sistemi 1 pra gjykon automatikisht, pa kontrollin tënd. Një shembull tjetër i sistemit intuitiv është kur bëjmë llogaritë thjeshta, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 20 + 20 40, 77 + 33 100, të gjithë i dim këto më njëherë. Ky është sistemi 1 në veprim, i direkt. Po nëse unë të them ty sa bëjnë 17 herë 24, shumica nuk e di përgjigjen direkt. Dhe këtu hyn në lojë sistemi 2, sistemi i ngadalt. Sistemi 2 aktivizohet kur sistemi 1 nuk mjafton. Megjithatë, sistemi 2 zakonisht është dembel, nuk hyn në lojë më njëherë, është i avashtë. Kur ishim të vegjël, nuk e dinim mirë tabelën e shumëzimit, nuk mund ta thoshim më njëherë se 6 herë 8 bëjnë 48, okay? Por përmes përsëritjes dhe trajnimit të her pas hershëm, atëherë detyrat që i kërkonte sistemi 2 për t'i bërë për llogaritjet me laps dhe letër, u shndërruan gradualisht në detyrat e sistemit 1, në reagime instinktive dhe automatike dhe ne e dim 6 herë 8, 48 më njëherë. Tani, ku qëndron mbrapshtia këtu? Disa personazhe jo fort dashamirës që takojmë në përditshmërinë tonë, me qëllim që të përfitojnë nga ne, mund të përdorin këtë skemën këtu. Të na shtyjnë që në situata të caktuara të përdorim sistemin 1 intuiten, aty ku në fakt ne duhet të përdorim sistemin 2 logjikën. Të njëjtën gjë bëra edhe unë kur ju thash 77 + 33 bën 100, kur në fakt bën 110. Truku që unë përdora ishte ky. Si fillim ju dhash një seri faktesh të vërteta ku ju të angazhoni sistemin 1, 1 + 1, 2 + 2, 4 e më radhë. Kështu krijova atë që quhet kushtozim, që ti për inerci të vazhdoje të përdorje sistemin 1 edhe atëherë kur unë thash sa bën 77 + 33, 100. Që duhet në fakt të angazhoje sistemin 2. Sistemi 1 pra është autonom dhe konsumon më pak energji, ndërsa sistemi 2 kërkon më shumë përpjekje dhe burime mendore, prandaj është dembel. Dhe ky dembelizëm i sistemit 2 mund përdoret kundër teje. Heuristikat janë mënyra se si sistemi 1 merr vendimet, pra rregulla praktike pa e lodhur trurin. Para heuristikave qëndron një proces më themelor që është aktivizimi asociativ. Kur sheh për shembull një banane, ose nëse unë them fjalën banane dhe pastaj të them fjalën të vjella, automatikisht truri yt krijon një imazh bashkues të tyre, asociues. Për shembull, kur ti shef një simbol apo fjalë të caktuar, mendja jote më njëherë shkon drejt kuptimit më të zakonshëm të asaj gjëje, jo drejt kuptimit më të rrallë. Ky është aktivizimi asociativ, pra truri nuk zgjedh në mënyrë neutrale, ai ndjek rrugën më të njohur, më të thjeshtë, më të pakmundimshme. Eksperimentet kanë treguar këtë shumë qartë. Në disa zyra, në SBA dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ku kishte makina kafeneje me veç shërbim dhe pagesa kryhej mbi bazë ndershmërie, pra punëtorët linin aq sa duhej të linin, u vure diçka interesante. Kur pranë kutisë së parave vendose një foto me lule, njerëzit paguanin më pak. Kur vendoseshin përpara kutisë së pagesës një foto sysh njerëzor serioz, pagesat u rritën 3 fish. Ky ishte sistemi 1 në veprim. Heuristikat janë shkurtesa mendimi, pra, mënyra për t'i rënë për shkurt, dhe nuk janë gjithmonë të dobishme. Libri përshkruan 3 heuristika kryesore. E para është heuristika e përfaqësimit.
representatives. Për ta kuptuar heuristikën e përfaqësimit, imagjino sikur unë dhe ti jemi duke biseduar diku pranë një trotuari në rrugë, dhe pranë nesh kalon një grua e veshur me kostum, e cila po ecën po shkon në punën e saj. Le të themi se ajo grua quhet Linda. Linda është 31 vjeçe, beqare, mentalitet të hapur dhe është shumë e zgjuar. Ka mbaruar për ekonomi, si studente ka qenë thellësisht e interesuar për problemet e diskriminimit dhe drejtësisë sociale, si dhe ka marrë pjesë në shumë demonstrata kundër keqtrajtimit të grave. Tani pyetja për ty është kjo: çfarë probabiliteti ka, ose çfarë ka probabilitet më të lartë që të jetë Linda? Linda është një instruktore yoga, Linda është një mësuese matematike cikli parauniversitar, Linda është argëtare banke, Linda është notere, Linda është argëtare banke dhe është aktive në lëvizjen feministe. Tani le t'i arsytojmë pak me radhë. Linda ka mbaruar ekonomi, okay? Dhe ka qenë angazhuar gjithmonë me çështje të drejtësisë sociale. Pra nuk bën sens që ajo të jetë instruktore yoga, as notere, as mësuese matematike. Më shumë koherente është zgjedhja që Linda është argëtare banke dhe është feministe. Dhe kjo të shtyn të zgjedhësh opsionin e fundit, pra. Linda është argëtare banke dhe feministe. E megjithatë, nëse do të zgjidhje këtë version, ky do të ishte një gabim logjik elementar për ty, sepse probabiliteti që Linda të jetë argëtare është më i lartë se sa probabiliteti që Linda të jetë edhe argëtare edhe feministe. Mirë, po sistemi 1 të shtyu drejt asaj zgjedhje, sepse është i prirur për të hedhur në konkluzione duke u bazuar tek ngjashmëritë, ndërsa sistemi 2 ndalon dhe i bën disa llogari. Ore, në botë thot ka më shumë argëtar se sa argëtare që janë feministe. Banale fare. Por sistemi 1 ndjek ngjashmëritë, jo logjikën. Nëse dhe e përgjigjen e gabuar, nuk ka pse të shqetësohesh fare, sepse të njëjtën përgjigje të gabuar dhan edhe studentët një shkolle doktorature që studionin vendimarrjet në biznes. Pra ato po trajnoheshin që të mos bënin gabime logjike dhe prap 85% e tyre thanë se alternativa që ka më shumë probabilitet është Linda argëtare dhe feministe. Nëse unë do të thoja cila alternativë ka më shumë probabilitet, Marku ka flok apo Marku ka flok të verdh, ti e ke shumë të qartë përgjigjen e saktë. Nëse unë do të pyesja cila alternativë ka më shumë probabilitet, Angela është mësuese apo Angela është mësuese dhe shkon në punë me këmbë? Normalisht që edhe në këtë rast, logjika të punon pastër, e ke të qartë përgjigjen e saktë. Angela punon mësuese. Pra çfarë ndodhi në rastin e Lindës që logjika nuk punoi aq qartë? Po sepse në ndryshim nga rasti i Markut dhe Angelës, ku logjika kishte të lehtë të mbizotronte për të gjetur përgjigjen e saktë, në rastin e Lindës, konkurrenca e intuitës, ngjashmërisë dhe probabiliteti logjikës ishte më e fortë. Pra sistemi 1 i shpejt po e konkurronte sistemin 2 dembel. Dhe siç e tham më lart, kur dy sistemet konkurrojnë, konfliktojnë me njëri tjetrin, ai që fiton në shumë raste, gjithmonë pothuajse është sistemi 1. Dhe në shumë raste, kur këto pasaktësi bëhen si thua të shpeshta, mund të kenë pasoja. Konflikti pra midis një reagimi automatik dhe një reagimi logjik krijon probleme kosto në jetën tonë. E dyta është heuristika e disponueshmërisë. Nëse unë them ty kush ka më shumë gjas të tradhtoj bashkëshorte, një politikan apo një mjek, nuk do të hezitoje shumë dhe do të thoje që është politikani. Statistikisht mjekët tradhtojnë më shumë, por ajo që ty të shtyu të thoje se politikani tradhton më shumë është heuristika e disponueshmërisë, që do të thotë thjesht sepse ti e patë më të thjesht ta gjeje në kujtesën tënde një politikan që nuk mban fjalën, nuk mban premtimin, ishte më kollajt se të peshkojë një mjek që nuk e mban fjalën. Dhe pse e kishe më të lehtë ta peshkojë një politikan në kujtesë? Për shkak të mediave, sepse për shkak të tyre në kujtesën tënde është shumë më i disponueshëm rasti një politikani që tradhton se sa një mjeku. Ja pse është kaq i rëndësishëm roli i mediave në shoqëri, sepse ato krijojnë në mendjen e njerëzve atë çfarë ka rëndësi në raport me atë çfarë ndodhin në një vend, përkundër atyre që janë duke ndodhur dhe që janë të vërteta e që kanë rëndësi. Nëse unë them për shembull mendo për një mjellm, me shumë mundësi në mendjen tënde do të krijohet piktura një mjellme të bardhë duke notuar në liqen. Por mjellmat janë edhe të zeza, e jo vetëm të bardha,
por kujtesa jote e kishte më të kollajt të gjente, më të disponueshme të shërbente një mjellm të bardhë. Mendoje pak pse. E treta është heuristika e ankorimit. Unë personalisht për veten time jetoj në Bregdet, pra shumë afër Bregdetit, dhe shpesh bëj ecje, bëj shëtitje me një shokun tim, i cili në fakt është më i gjatë se sa unë. Dhe për rrjedhoj, ai e ka hapin më të madh dhe unë duhet ta sforcoj veten shumë që ta ndjek ritmin e tij, ti përshtatem ritmit të tij. Dhe shpesh herë kur dua t'ja ngadalsoj ritmin këtij shokut, unë përdor teknikën e heuristikën e ankorimit. Si funksionon ankorimi? Në momentin që dua t'ja ngadalsoj ritmin, unë filloj t'i flas këtij shokut për çështjet moshës tretë, të pleqërisë, për pensionistët, për të vjetrit, dhe automatikisht sistemi një imponon koherencë tek ai, që ritmi i ecjes të reflektojë natyrën e subjekteve të bisedës që po bëjmë. Disa minuta më vonë, me që unë nuk mund të rihap të njëjtën bisedë për t'ja ngadalsuar ritmin, atëherë i bëj një ankorim tjetër, e pyes nëse ka shpenzuar shumë para këtë javë, dhe prap automatikisht ritmi i tij ngadalsohet, sepse mendja duhet të angazhoj sistemin 2 për të llogaritur harxhimet që ka bërë gjatë javës, dhe automatikisht trupi i tij ndjek koherencën dhe ngadalson ritmin. Pjesa e tretë e librit flet për mbivlerësimin e vetvetes, overconfidence, që tash që kuptuam sistemi 1, sistemin 2 dhe heuristikat, bëhet më e qartë se gjykimet e shpeshta të sistemit 1 na çojnë drejt një gabimi të zakonshëm, mbivlerësimin e vetvetes. Ky është një paragjykim sistematik ku njerëzit i mbivlerësojnë aftësitë e vetes, parashikimet apo gjykimet që kanë për veten e tyre. Daniel Kahneman sjell një shembull nga përvoja e tij në ushtri, ku tregon se si e vlerësonte potencialin e disa drejtuesve në ushtri. Ai ishte shumë i sigurt se gjykimet e tij për suksesin e tyre të ardhshëm ishin të sakta, por më vonë dolën se parashikimet e tij ishin komplet gabuara. Ai gjithashtu studioi edhe performancën e shumë menaxherëve në Wall Street, të fondeve në Wall Street, për disa vite dhe zbuloi se nuk kishte pothuajse asnjë lidhje midis suksesit të kaluar dhe atij të ardhshëm që duhet të ketë një menaxher. Kjo tregon se fati luan një rol shumë më të madh se sa ne mendojmë. Megjithatë, ka fusha ku ekspertiza funksionon realisht. Zjarfiksit, mjekët, infermierët, ata veprojnë në ambiente relativisht të parashikueshme dhe kanë shumë përvojë praktike. Kjo u lejon atyre që të zhvillojnë një intuit të saktë për gjërat. Në të kundërt, fusha që parashikimet nuk ecin dhe aq shumë, parashikimet ekonomike apo tregu i aksioneve, bursa, janë shumë më të paqëndrueshme dhe të paparashikueshme, prandaj intuita aty shpesh gabon. Kahneman propozon 2 mënyra për ta zbutur këtë mbivlerësimin që i bëjmë vetes. E para është, thot Kahneman, perspektiva nga jashtë, outside view. Në vend që të mbështetesh vetëm tek rasti yt ose te mendimet e tua, krahasoje situatën me projekte të ngjashme nga jashtë ose pyet dikë të jashtëm. Kjo të jep një pritshmëri më realiste dhe të nxjerr nga ai iluzioni personal, nga fluska. Dhe e dyta quhet premortem. Pra, para se ta fillosh një projekt, imagjino sikur ai ka dështuar dhe pastaj e pyet veten pse dështoi. Kjo metodë të ndihmon të identifikosh problemet paraprakisht dhe të shmangësh pikat e verbra që sistemi i tenton t'i shpërfill. Në thelb, mbivlerësimi vjen nga besimi i tepruar që kemi tek intuita jon. Dhe ironia është kjo, sa më i sigurt të ndihesh, aq më shumë duhet të dyshosh tek vetja. Ata që lozin skedina e dinë se shpesh herë ajo ndeshje tek e cila kishin më shumë besim se do të dilte rezultati që kishin parashikuar, ndodh që ajo i gabon, ajo i lë. Pjesa e 4 e librit flet për teorinë e perspektivës, prospect theory. Daniel Kahneman e fitoi çmimin Nobel kryesisht për teorinë e perspektivës, e cila trajtohet në kapitullin e 5 të librit. Kjo teori përmbys një nga supozimet më themelore të ekonomisë klasike, që njerëzit janë aktor plotësisht racional, që s'është e vërtetë. Në vend të kësaj, teoria e prospektit, perspektivës, tregon se vendimet tona varen nga mënyra se si përjetojmë fitimet dhe humbjet, e jo thjesht nga një rezultat objektiv. Idetë kryesore të saj janë këto. E para është alergjia jonë ndaj humbjes, loss aversion. Humbjet na dhembin 2 herë më shumë se sa na gëzojnë fitimet e barabarta. Me fjalë të tjera, dhimbja e humbjes së 100 eurove është shumë më e fortë se sa kënaqësia e fitimit të 100 eurove. Kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh i shmangin rreziqet, edhe kur ato janë logjikisht të arsyeshme. Dhe e dyta është varësia jonë nga pika e referencës.
pra reference dependence. Ne nuk i vlerësojmë gjërat në ajër, në mënyrë absolute, por ne i vlerësojmë gjërat duke i krahasuar me diçka tjetër, pra me një referencë. Për shembull, një rritje page ndihet ndryshe nëse vjen pas një periudhe të vështirë të jetës dhe ndihet ndryshe kur jemi në rregull financiarisht. Nuk është shuma pra ajo që përcakton ndjesinë, është referenca, është krahasimi me gjendjen tënde. Në një qytet u përdoren të dyja këto teknika për të shtyrë qytetarët të ulin konsumin e energjisë elektrike. Dhe ajo çfarë bën është kjo. Në fund të çdo muaji, në hallin e pallatit ose godinës, publikohej lista e të gjithë banorëve dhe se sa energji kishte kilovat kishte harxhuar secili. Kështu të gjithë mund të shihnin sa energji kanë harxhuar të gjithë banorët e tjerë të pallatit. Kjo aktivizoi të dyja këto element, edhe frikën e humbjes, edhe pikën e referencës, sepse secila familje tani po e krahasonte veten me të tjerët dhe konsumi total i energjisë në pallat ra me 38%. E treta, qëndrimet ndaj rrezikut. Njerëzit sillen ndryshe ndaj rrezikut në varësi të situatës. Kur bëhet fjalë për fitime, pririmi të jemi të kujdesshëm, pra risk averse. Kur bëhet fjalë për humbje, pririmi të bëhemi më të guximshëm, risk seeking. Për shembull, nëse ke mundësinë të fitosh 100 euro ose të vësh një bast 50 me 50 për 200 euro, shumica zgjedhin sigurinë të marrin 100 euroshin. Por nëse përballesh me një humbje të sigurt për 100 eurosh, shumë njerëz do të jenë të gatshëm të rrezikojnë edhe 200 euro të tjera për të shpëtuar atë 100 euroshin. Okej? Në thelb, pra, teoria e perspektivës tregon një të vërtetë të thjeshtë, por shumë kritike dhe të fortë. Ne nuk kemi frikë nga rreziku, ne kemi frikë nga humbja. Pjesa e 5 e librit përfundon me ato që quhen dy vetet tona, the two selves. Ne kemi dy vete brenda nesh. Vetja që përjeton, experiencing self, ajo që jeton në momentin e tanishëm, që ndjen në kohë reale, dhe vetja që kujton, the remembering self, ajo që rikujton, pra interpreton përvojën që patëm. Këto të dyja jo gjithmonë janë në përputhje me njëra tjetra. Një shembull i famshëm vjen nga pacientët që ju nënshtruan një kolonoskopie. Njëri prej tyre pati një procedurë më të shkurtër, por më të dhimbshme. Tjetri pati një procedurë më të gjatë, por që përfundoi më butë, më me pak dhimbje në fund. Në mënyrë interesante, pacienti i dytë e kujtoi përvojën e tij si më të lehtë, më të pranueshme, edhe pse në total kishte vuajtur më gjatë se pacienti i parë. Kjo ilustron një parim të rëndësishëm që është rregulli i pikut në fund. Ne nuk i gjykojmë përvojat tona bazuar në kohëzgjatjen e tyre të plotë, por kryesisht i gjykojmë ato mbi momentin më intensiv, pikën kulmore që pati përvoja jonë dhe në mënyrë se si përfundoi ajo. Dhe kjo ka pasoja shumë të thella në psikologjinë njerëzore, sepse një pushim i gjatë për muaj mjalti mund të duket i keq në qoftë se ditën e fundit kemi patur një incident në aeroport dhe e gjithë përvoja filtrohet nga ai incidenti. Ose e kundërta, një përvojë e vështirë mund të kujtohet mirë nëse ka ndodhur një surprizë e bukur në fund të saj. Vendimet tona pra për të ardhmen ndikojnë shumë nga kujtimet se sa nga realiteti që kemi përjetuar. Të kuptosh pra këto dy vetet tona do të thotë të kuptosh diçka thelbësore. Ne nuk marrim vendime bazuar vetëm në atë që po përjetojmë, por edhe mbi atë se si po e kujtojmë atë që po përjetojmë. Dhe ndonjëherë ajo që kujtojmë nuk është historia e plotë. Në fund të këtij libri, Të menduarit shpejt dhe ngadalë, nga Daniel Kahneman, është në thelb një skanim i sistemit operativ të mendjes tonë, të menduarit tonë, që zbulon prirjet tona të pavetdijshme, inercitë mendore, defektet kognitive, prirjen tonë për t'i rënë gjërave për shkurt. Dhe disa prej këtyre defekteve mund të riparohen ose ndërtohen duke aktivizuar sistemin 2, duke e disiplinuar intuitën. Nëse ne nuk e kuptojmë këto dobësi të mendjes tonë, këto defektet mendjes tonë, këto anshmëri, atëherë ne nuk kemi mundësi që të zhvillojmë metakognicion. Nuk kemi mundësi që të vëzhgojmë mendjen tonë nëse ne nuk i dimë se ku janë pikat e dobta të mendjes tonë. Si mund të jemi ne të vetëdijshëm për mendimin tonë nëse ne nuk e dimë se ku ka prirje që mendja jonë të bëjë defekte? Është thjesht e pamundur. Kështu që aplikimi i sistemit 2 sa më shpesh, që pastaj metodat që ne përdorim në sistemin 2 me kohën, me përsëritje të fillojnë dhe të bëhen automatike të sistemit 1, është një ndër mënyrat më të mira për të vendosur, si thuash,
ktrurin në një shinë ku mendja bëhet e përmbajtshme, ku mendja bëhet e disiplinueshme dhe në fund të fundit ne nuk bëhemi si thua objekt për të qenë mishi ose për të qenë vakti i një predatori marketingu apo çdo lloj aktori tjetër atje jashtë i cili mezi pret që ne të rrezohemi në defektet e mendjes tonë. Uroj që ky libër të bëhet objekt i leximit tuaj, edhe pse është ndoshta pak i rënd për kohën që do t'ju kërkoj dhe për punimin mendor, por ma merr mendja se është investimi më i mirë që një intelektual mund t'i bëj për veten e tij.